Kurti 3? Është një jo e prerë nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në ndërkohë, është një jo e prerë edhe nga në jeni në koalicion me nismën Socialdemokrate, nga partneri juaj i koalicionit, a ka një qëndrim të prerë edhe nisma e Fatmir Limajt lidhur me këtë çështje? Ka patur shumë pikpyetje të cilat janë ngritur ditëve të fundit zoti Lekaj, ka patur aludime edhe për takime në mes të Fatmir Limajt dhe Albin Kurtit, a din AK-ja se çka po ndodhet me partnerin e vet të koalicionit dhe se çfarë qëndrimi ka ky partner? Unë jam i thirrur të besoj në atë që kemi ndërtuar bashkarisht në koalicionin parazgjedhor me zotin Limaj, me nismen, dhe në këtë mendoj që një zëri e kemi thënë po një koalicioni për të krijuar një program për qytetarët e Kosovës dhe një zëri i kemi thënë jo bashkëpunimit me ish kryeministrin apo tani kryeministrin detyrë zotin Kurti. Nëse zoti Lekaj, kështu nuk u latë nënkuptohet nga një deklaratë që bëri Fatmir Limaj, e cila më pas bëri edhe shumë zhurmë dhe bujë mediatike sigurisht për shkak të peshës, që latë nënkuптoi se mund të bënte një hap tutje dhe ta ndihmonte Albin Kurtin ta krijojë qeverinë e re. Pra, apo flisni vetëm në besimin që ju keni në koalicionin cilin keni ndërtuar, apo keni komunikim të vazhdueshëm edhe me partnerin tuaj të koalicionit dhe e dini qëndrimin e tyre dhe qëndrimin tuaj të përbashkët AK-Nisma? Unë po thirrem në besimin që e kemi në nismen, në zotin Limaj, sepse ne kemi bërë një program qeverisës për t'ju kundërvyer edhe Kurtit dhe për dështime që i ka bërë Kurti, dhe nëse në fjalorin ton politik apo komunikimin me qytetar kemi thënë që nuk guxojmë që ta lejojmë apo e kërkojmë votën për të ndryshuar këtë qeverisje të vendit, atëre nuk dije pse mund të më menduar tani ndryshe zotit Limaj. Dhe unë thirrem në besim që kom në zotin Limaj dhe në koalicionin parazgjedhor, sepse ne ja kemi dhënë hapësirën zotit Limaj që të ketë 3 deputet dhe në këtë duhet që ta kthej në mënyrë reciproke atë mirë që ja ka ofruar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe për të mirë të vendit mos t'i krijoj hapësirë të krijimit të qeverisë zotit Kurti. Nëse në vazhdimsi edhe Lima, edhe Nisma, edhe zyrtarët e Nismes e kanë kritikuar zotin Kurti, çka ka ndryshuar tani Kurti që ne t'i besojmë? Apo ti beson Fatmir Limaj? Dhe në këtë prizmë unë mendoj që nuk ka vend për ndonjë shqetësim dhe derisa nuk ka marrë një vendim Nisma apo zoti Limaj të prerë, ka informacione, e thatë edhe vetë në debat kur e ka thonë është folur, por derisa nuk ka prodhuar një rezultat të një koalicioni, atëherë mbetin për mu spekulime dhe nuk duhet që të na shqetësojnë. Zoti Lekaj, ju e thatë se në një farë mënyrë i keni bërë mirë nismën socialdemokrate duke dhënë hapësirën në mënyrë që të dalë edhe t'i marrë 3 deputet të cilët tashmë mund ta bëjnë diferencën në krijimin ose jo të qeverisë Kurti 3, por në rast se Fatmir Limaj do të ndryshonte të ta thënte këtë besimin që ju po thoni se e keni të plot në nismën dhe në Fatmir Limaj, a do ndjej AK-ja e tradhtuar nga Fatmir Limaj? Po, unë mendoj që atëherë mendoj që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës duhet t'i ndajë rrugët me nismen dhe nuk do të ketë bashkëpunim të matutjeshëm, edhe nëse shkohet në zgjedhje, atëherë ne shkojmë si parti e veçantë pa koalicion parazgjedhor, sepse kjo për zotin Limaj krijon një huti edhe tek subjekte tjera, nëse ky mendon që të bajnë një koalicion parazgjedhor me PDK-n, LDK-n, AK-n, atëherë si mund ti besosh një subjekti politik që prap mas një viti nuk devion dhe nuk mundohet që të krijoj prap qeveri me dikant tjetër. Do të thyej besimi dhe në një farë mënyrë do të ndiheshe të tradhtuar. Po, pa tjetër.
Në ndërkohë, seanca veçuar saktuar, është 15 prilli, çka do ndodh, a do të bëhet kurti 3? Ju në fillim e përmendet pak a shumë sepse ka ndodhur një letër drejtuar LDK-s për shkak se kurti nuk i ka